Prej disa ditësh, rrjetet sociale kanë qenë të mbushura me lajme për një ndarje të mundshme mes Klea Hutës dhe Elgit Dodës, një prej çifteve më të dashur të showbizit shqiptar. Spekulimet nisën pasi ndjekësit vure se çifti kishte hequr shumicën e fotove të përbashkëta nga profilet e tyre në Instagram, gjë që menjëherë ndezi diskutimet dhe ngriti pikpyetje mbi statusin e marrëdhënies së tyre. Pas këtij veprimi, shumë fansa menduan se mes dyshes ka pasur një krizje serioze. Komentet, videot dhe postimet që lidheshin me Klean dhe Elgidin u shtuan me shpejtësi nëpër rrjetet sociale, duke kthyer këtë në një nga temat më të përfolura të javës. Disa ndjekës madje spekuluan se çifti mund të ketë zgjedhur vetë të ruajë privatësinë pas një ndarje të mundshme, ndërsa disa të tjerë e quajtën veprimin një strategji mediatike. Por duke se Klea ka zgjedhur të reagojë në mënyrën më të qetë dhe më elegante të mundshme. Në një seri fotosh artistike të publikuara në Instagram, ai shfaqet e qetë dhe buzëqeshur, me një detaj që nuk mund t'i shpëtonte askujt, unaza e martesës në gishtin e saj. Ky detaj i vogël, por domethënës, u interpretua nga shumë kush si përgjigjja e saj e heshtur ndaj gjithë këtyre thashethemeve, duke lënë të kuptohej se martesa me Elgitin vazhdon të jetë solide. Për informacionet minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.